Myzi ti gjithashtu, përveç se ke bërë bamirësi edhe je marrë me komunitetin, me kulturën, me promovimin e kulturës shqiptare, po ti je marrë edhe pak me politikë, me sa kam parë unë, që je futur i angazhuar që të ndihmosh sidomos komunitetin shqiptar që të ketë një prezencë më të madhe në politikën amerikane. Po është e vërtet që unë jam marrë dhe me pjesën e politikës për regjistrimin e popullsisë që kam ndihmu kandidatin shqiptar, por kam kanë shumë e kënaqur që e kam ndihmu kandidatin shqiptar për një arsye që na me pas një za në parlamentin amerikan. Edhe kjo ka kanë arsyeja edhe qëllimi jem për me ndihmu se jena një komunitet shumë i madh. Që fol me më përpara pse mos me pas na në parlamentin shqiptar. Një përfaqësues. Përfaqësues ton, jo një, po me pas disa. Por filloj me një. Po, kena fillu, si me thonë. Fillu me një që mi diftu që jena komunitet i madh dhe kam punu me shumë dëshirë edhe me shumë forcë. Por gjej edhe rastin në këtë moment që të falenderoj, flas për në Staten Island, ku unë kam punu për politikë, që populli shqiptar në çdo derë që unë kam gërsit, edhe që i kam kërku votë për komunitet shqiptar, ka kënë dera e hapun gjithmonë. Kam pritur mirë domethënë. Mu si person më kanë prit jashtëzakonisht mirë, edhe gjej sot ditën edhe momentin, me që më erdhi momenti, mi falenderu komunitetin shqiptar në Staten Island, që mu më kanë respektu jashtë maset shumë, edhe në çdo derë që unë kam gërsit,